Të nderuar miqtë e emisionit Rruga drejt Allahut, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sot do të nisim një cikël të ri për plogështin. Çfarë është plogështia? A është kjo një sëmundje e rrezikshme për besimtarët apo jo? Plogështia në adhurim, a është dembelizëm? Kur bëhet plogështia një devijim i vërtet në rrugën që ka nisur drejt Allahut të madhëruar? Çfarë koncepti dhe si duhet ta trajtoj besimtari plogështin? A do ta marrë seriozisht trajtimin e kësaj sëmundje? A është një sëmundje më rrezikshme se sëmundja trupore që kalon një njeri në jetën e tij? Kjo sëmundje rrezikon shumë. Po cilat janë të vërtetat e kësaj sëmundje? E nisim të cikël dhe do të vazhdojmë rreth 4 emisione duke folur për ciklin e plogështisë me hoxhën e nderuar Eris Rama. Vazhdojmë emisionin me një herë mbas të dëgjojmë përshkrimin poetik. Ata janë të vdekur e jo të gjallë. Nahl 21. Një frazë e cila më bën të reflektoj gjatë. Ata janë të vdekur. Ecin në rrugët e jetës si një i verbër në errësirë. Nuk e di se ku shkoj. Pa pritur, jeta ime mori një kthes të frikshme. Allahu është dritë e qiejve dhe e tokës. Shembulli i dritës së tij i ngjason kandilit të vendosur në një zgavër të errët. Kandili gjendet brenda një qelçi, si të ishte yll flakërues e që ndizet prej vajit të një druri të bekuar, prej ullirit që nuk mund të quhet as i lindjes e as i perëndimit. E vaji i tij ndriçon pothuajse edhe pa e prekur zjarri, dritë mbi dritë. Si vallë e humba këtë kënaqësi të pashpjegueshme me fjalë. Zhytem thellë në një kamion të errët. Nuk shoh dritë, nuk gjej shpresë. Zemra ime është e mbuluar nga një errësirë vrasëse. Ajo paqe dhe dashuri që ndjeja pranë Zotit tim më humbi. Jam në një rrugë të pakthim. Eci dhe errësira nuk mbaron. Tingujt e gëzueshëm të Kuranit nuk dëgjoheshin më. Thirrja për namaz. Thirrja për namaz nuk është më. Edhe këtë e humba. Ç'po ndodh vallë me mua? Ç'po ndodh me jetën time? Apo vallë unë nuk po jetoj? Cili është realiteti i jetës? Një trup që ushqehet dhe plotëson dëshirat e tij në këtë botë mashtruese? Kjo është vallë jeta ime? Nuk gjej përgjigje. Atëherë, unë nuk isha kur vetëm, as në shpellën më të errët, as në shkretëtirën më të shkretë, as në vapën përvluese të ditëve të agjirimit. Unë nuk isha kur vetëm, zemra ime prehej dhe jetonte nga një dashuri. Po tani çfarë po ndodh me mua? Pse edhe kur jam në vendin më të bukur, nuk gjej dot kënaqësi? Zemra ime është vetëm, unë jam i vetëm dhe kjo vetmi që ndjej sot nuk krahasohet me gjithë pasionin dhe dëshirat që të ofron kjo botë. Më parë e kisha vizatuar jetën dhe i kisha gdhendur konturet e saj me dritën e namazit. I kisha fshirë gabimet me lotët e pendimit, e pastaj e zhyta panelin thellë në durim. E tablosime i dhash ngjyrën e dashurisë së familjes. Sot nuk e gjej më vizatimin tim. Nuk e shoh tablon të cilën e kisha bërë me aq kujdes. Sot, duart e mia janë bosh, dhe unë endem në një botë të panjohur, pa e ditur as kush jam. Të nderuar miq, erdhëm në studio mbas të përshkrimit poetik që tashmë është bërë e zakonshme për ne para se të fillojmë emisionin. Fillojmë me përshkrimin poetik për të vazhduar temën e radhës. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Folëm për një cikël të gjatë temash mbi veprën e mirë, ndikimin që ka drejt për së drejtin në jetën e besimtarit. Por ndodh që besimtari të ndihet i plogësht, të ndihet dembel. Dhe kjo është tema e sotshme, dembelizmi apo plogështia në adhurim, hoxh. Të futemi se gjithmonë kemi bërë zakon të flasim për qartësimin e koncepteve dhe terminologjive të fjalëve tona. Të futemi me kuptimin e fjalës plogështi apo dembelizëm.
Fillimisht e falenderojmë Allahun e Madhnuar dhe lutem që Allahu të na mundson që të jemi nga ata të cilët shpejtojnë dhe garojnë në punë të mira, përjetojnë kënaqësinë e këtyre adhurimeve dhe me këtë kënaqësi para përgatiten për të shijuar edhe kënaqësinë e shpëlimit të Allahut Azza wa Jall. Amin. Allahu nderuar, njeriu është një krijesë e çuditshme, interesante, që kalon nëpër gjendje dhe faza të ndryshme. Mundet që një ndoshta gjë shumë e thjeshtë të ndikojë tek ai. Sikur që ne dim nga jetja e përditshme. Do të thotë mund të jesh në kulmin e disponimit dhe për disa sekonda të biesh në fundin e dëshpërimit si pasojë e një lajmi të shkurtër që e ke dëgjuar. Ky është njeriu dhe e kundërta. Mund të jetë njeriu në fundin e zhgënjimit dhe dëshpërimit, por një lajm i gëzueshëm mund ta ngrit atë në shkallën më të lartë të disponimit dhe kënaqësisë. Andaj kështu është edhe me adhurimet. Njeriu nëse nuk është i kujdesshëm dhe nuk i rrin vetes gati në këtë drejtim, mundet që duke udhëtuar shëndetshëm te Allahu Azza wa Jall të goditet befas me një virus i cili mund ta ngadalsoj esën e tij, mund ta rëndoj adhurimin e tij dhe të pamundsoj pastaj pretimin e këtyre adhurimeve. Ajo që dietarët e kanë trajtuar në këtë drejtim në gjuhën shqipe ndoshta më përsa afër mund të përkthesin si një lloj plagështie. Edhe pse në kuadër të këtij termi mund të përfshihen edhe disa terme të tjerë që ne do të flasim për to me lejen e Allahut Azza wa Jall. Inshallah. Andaj vetë dërguari sallallahu alaihi wasallam ka përmendur se besimtari kohë pas kohe apo mund të pësoj goditje të caktuara të kësaj natyre. Mirë po këto goditje, në qoftë se janë brenda kufirit të toleruar, nuk janë shumë të rrezikshme. Por në qoftë se fillon të eskalojë situata që do të rrezikohet në një mas të caktuar ecja e tij te Allahu Azza wa Jall, atëherë padyshim se kemi të bëjmë me një virus të rrezikshëm që mundet të shkaktojë pasojë fatale besimtarit. Po, atëherë meqense njeriu tham që është një njeri i cili e kap këtë plagështie në natyrën e tij njerëzore, a është kjo cilësi e besimtarëve si origjinë plagështia apo jo? Unë tash do nderuar plagështia varësisht do të thotë çfarë përmasa merr, çfarë ndikimi ka. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam sikur se ka në ditën e Abu Hurajrës radhiyallahu anhu e ka përmend Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në ditën e Enesit radhiyallahu anhum ka ardhur se pejgamberi ka thonë li kulli amelin shira wa li kulli shiratin fatra. Do të thotë çdo punë e besimtarit e ka elanin e vet, e ka vullnetin e vet, e ka atë do të thotë dinamikën e tij, duke vazhduar drejt kryes së kësaj pune. Mirë, po çdo punë nganjëherë mund të ndodhë që të zbehet intensiteti i fuqisë së saj, dinamika e saj, elani i saj. Dhe kjo ka kuptimin e vet. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Faman kanat fatratu." Ai që në këtë fazë të kësaj zbehjeje, të këtij dobësimi, nuk del jashtë sunetit tim, shpresoj që të kthehet. Mirë, po ai që del jashtë kornizave, ky e ka vështirë të kthehet. Çka nuk kupton kjo? Do thotë njeriu kur ky vepra të mira, plagështia mund të prek fushën e adhurimeve nafile, apo mund të prek përjetimin e këndshëm edhe të farzave. Por në qoftë se njeriu në këtë fazë, kur është prek me plagështi, i kryen obligimet, nuk e lën farzën, nuk e lën namazin, nuk e lën ato që ka obligim, dhe kryen disa penafileve qoftë në një rutinë, ky shpresoj që të kthehet. Ka se ky është një lloj, po them kështu pushtimisht mund të konsiderohet si një lloj pushimore e tij për të arrimar vetëm për të vazhduar më tutje edhe më me dinamikë më të madhe. E po nëse njeriu nga goditet nga plagështia, sikurse do ta përmendim më vonë, deri në atë mos, që fillon të ikë namazin nga koha e tij, ose të braktisë në namaz Allah na ruaj, ose në tjetër të fillon të lehtëson haramet që tu afrohet atyre apo të bien to, atëherë kjo është një plagështi shumë e rrezikshme. Prandaj, nëse kemi dy me të parën, zbeje kanë nganjëherë, nuk është e dinamika. Kjo mund të themi se është e natyrshme deri në këtë mos. Edhe pse normalisht ka nga të devotshmit të cilët asnjëherë nuk janë mbrapsën më. Që nga kohë kur kanë filluar të ecin, kanë qenë në shtime sipër. Mirë, po nganjëherë ndodh njeriu, sikur se thash, jemi qenie njerëzore.
mund të ndikohemi për shembull nga sprovat e caktuara, mund të ndikohemi për shembull nga ndonjë problemi caktuar jetësor, ku e diun çfarë tjetër, mund të ndikohemi deri në atë mos ndoshta të zbehet pak, ose përjetimi, ose shija e adhurimeve, por ndodh që edhe të zvoglohet pak, të zvoglohet intensiteti i adhurimeve, në kuptim të asaj që vullnetari, jo në kuptim të asaj që është obligative. Nëse kemi të bëjmë kështu, atëherë mund të themi se besimtari përfshihet këtu. Po, por jo në atë dytën. Nuk është e natyrshme që si pasojë e ndonjë prekje nga kjo plagështi, nuk është e natyrshme që besimtari të braktisë fazën. Kjo nuk është e natyrshme në asnjë situatë, nuk arsyetuar në asnjë situatë. Dhe pastaj këtu nuk mund të themi se kemi të bëjmë një plagështi, kështu po them kushtimisht normale, por kemi të bëjmë diçka që pastaj mund të jetë shumë shqetësuese. Atëherë rreziku që nga i mathohet dhe rëndësia e trajtimit të saj është shumë e rëndësishme. Padyshim. Sepse mundet të thënë nga një gjendje normale që mund të jetë themi normale e një besimtari mund të kalojë në një devijim, Zoti na ruaj thënë duke u larguar nga gjithë ato kufit që Zoti ka vendosur. Po padyshim. Atëherë futim ke rreziku që më thënë rëndësisë që kam thënë duke trajtuar më hollësisht. Po dietarët kur e kanë përmend plagështinë kanë thënë disa e kanë përkufizuar me terme të ndryshme. Mirë po, për të filluar për të folur për rrezikun, nëse fillojmë nga përkufizimi i plagështisë duke thënë se është ta ndish barrën e një pune e cila deri më herët ishte për ty e lehtë. Dhe të fillosh që mos ta pëlqesh një veprim të cilin deri më herët e doje tepër. Andaj diçka ka ndryshuar atë. Deri dje me knatësi, me vullnet, falesh, tash disi ka ku edhe pak. Apo disi tash nuk është më ajo dashuria i vullneti sikur se ishte më herët. Këtu kemi të bëjmë me një prekje të plagështisë. Edhe pse kjo pastaj mund të merr për masa të mëdha. Deri Zoti na ruaj në shkatrimin e njeriu. Dietarët sa kur kanë folur për këtë temë të nderuar, e ka për ta të rjekur vëmendjen e besimtarit, se duhet t'i kushtoj vëmendje kësaj. Ka se njerëzit subhanallahu nganjëherë nuk e trajtojnë shëndetin e tyre të besimit as përsa afër me sikur e trajtojnë shëndetin e tyre fizik. Është vërtet. Në qoftë se për shembull njëri kur ngritet në mëngjes, apo dhe nuk mund ta lëviz krahun. Me lehtësi, dje me lehtësi ka lëviz. Apo tash me vështirësi e lëviz, apo çfarë bën ai? Me automatizëm lajmërohet tek mjeku. Bën ingjimet e duhura, merr medikamentet e nevojshme, i ndjek të gjitha procedurat e nevojshme për ta rikthyer në funksion krahun e tij. Pse? Nga se i pengon kjo vështirësi që po i shkakton krahu. Do sa dikush për neve quhet mëngjes, e sheh se me vështirësi ndoshta po lëvizim në adhurime, edhe kupton normal, kthehet kjo pa e konsultuar mjekun, pa shikuar këtë, dhe kjo pastaj mund të na sjellë padyshim në pasojë të mëdha. Prandaj ne duhet ta trajtojmë këtë temë nga ky kant, të kuptojmë sa është kjo rrezikshme. Sa mund të jetë kjo punë e rrezikshme që ne nuk e trajtojmë nga fillimi. Nëse nuk mirëm me këtë çështje, sa mund të jetë kjo rrezikshme? Ja sa mund të jetë rrezikshme Allahu nderuar. E para është se Allahu xhallahu ala pikërisht për shkak të mos trajtimit të kësaj teme, si duhet, një kategori të njerëzve Allahu xhallahu ala i ka konsideruar dy fytyrsha. Ata munafikat, hipokritët, nuk janë qortuar në Kur'an për shkak të emrave që kanë pas, as për shkak të ngjyrave që kanë pas, as për shkak të shtëpiave që kanë pas, as për shkak të konstruktit fizik që kanë pas, asgjë. Por ata kanë pas një kuptim të caktuar. Ata kanë kryer vepra në mënyrë të caktuar, dhe për shkak se gjitha këto nuk kanë qenë në frymën e dur, Islami janë qortuar. Prandaj shikoj kur thotë Allahu xhallahu ala për çështën e munafikëve, thotë Allahu xhallahu ala sigurisht është në surën An-Nisa, ajeti 142, thotë Allahu xhallahu ala, wa idha qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Idha qamu ila as-salat, kur të ngritën për të fal, çfarë bën? Qamu kusala. Ata ngritën, shiko, këta falen, këta e kryjnë namazin, mi po ngritën me një përtaci të skajshme, ngritën sa për t'i parë njerëzit, dhe mbrenda namazit nuk e përmendin Allah xhallahu ala për atë se pak, do të mezi pres me e kryjnë namazin,
Nuk ka përmendje të gjallë në këtë namaz. Nuk ka përmendje Allah xhallahu me ndikim. Andaj kjo është e mjaftueshme për të kuptuar se sa është rrezik. Po, do të thotë se plagështia, dembelia në adhurime, mos kryerja e adhurime me vullnet dhe me dashuri mund ta shpijë njëri që është dyftësh, Allah na ruaj. Amin. Amin. Ta Allah xhallahu kur flet për dyftësh thotë innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Munafikat, dyftyshat janë në shkallën më të ulët të zjarrit. Prandaj të bëhet njeriu pjesë e kësaj kategorie dhe për të përfshi pastaj në këtë lloj të dënimit, mendoj se kjo është e mjaftueshme për të alarmuar veten tonë në momentin kur ne mund ta ndijmë veten se po fillojmë të prekemi nga plagështia. E vërtet hoxh. Si ka reaguar profeti jonë sa çka na ka mësuar në lidhje me këtë fenomen? Sepatjetër këta munafik të mëdhenj kanë jetuar në kohën e profetit ton sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i nderuar kur bie fjala për këtë smundje, për këtë virus që prek besimtarin dhe pastaj mund të merr për masa të rrezikshme, i dërguari sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që të ndërmarrim hapa të ndryshëm për të shpëtuar nga kjo. Një nga ato që i ka përdorur i dërguari është lutja Allahut azza. E ka lutur Allahun te baraka o taala vazhdimisht, edhe pse ishte njeriu më aktiv, njeriu më i gjallë këtë drejtim. Më i mbrojturi. Mirë, po e lutë Allahun duke thënë Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal. O Zot, unë kërkoj që të më mbrosh mua nga përtacia, nga dembelia, nga lodhja në adhurime. Madje është transmetuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se e kishte tradit në kohë të saktuar të mëngjesit dhe në kohë të saktuar para mbrëmjes ta përmendte Allahun xhallahu ala me disa përmendje të veçanta, të kërkonte nga ai disa çështje të posaçme që ishin të ndërlidhura me këto dy kohra të rëndësishme të fillimit të ditës dhe të fillimit të natës. Në të dy pjesët e ditës së tij, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thoshte amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah, apo amsayna do të perandoj dielli, na zuri nata dhe i tërposhtiti i takon Allahut azza xal, edhe për këtë i takon Allahut i tërfalënderimi. Edhe pas e ka vënë lutje dhe në fund ka thonë Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal. O Zot, unë kërkoj mbrojtjen që të më ruash ti nga përtasia, nga dembelia, o su'il kibar, nga pleqëria e keqe. Ka pleqëria ku njeriu në pleqëri subhanallahu fillon që të harron adhurimet, të jetë i lodhur në adhurime. Gjithashtu ka kërku një lloj aktiviteti, në një lloj gjallëri edhe në pleqëri për të adhuruar Allahun xhallahu. Andaj të kërkuarit e mbrojtjes nga kjo smundje, së paku 2 herë nditje nga ana e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mendoj që është një sinjal i mjaftueshëm për neve për të na alarmuar për rrezikun e kësaj pune. Për rrezikun, do të thotë e prekjes nga kjo smundje, nga ky virus. Që bie hoxh me këtë dua, me këtë rreziku për lajmërimin, duke qenë profeti sallallahu alaihi wasallam kërkon mbrojtje edhe në pleqëri, tregon që kjo lloj smundje, nëse shumë të timë thënë, i kap të gjithë kategoritë e besimtarëve? Po dyshim. Po, edhe kjo është pikë më rëndësishme që përmend Allahu shpëlbeft. Nga se disa njerëz nganjëherë për shembull kur të folit për ndonjë smundje, ata me automatizëm paramendojnë se kjo ka të bëjë me këtë kategori ose me atë kategori dhe ndiviten të përjashtuar nga ky rrezik. Ne themi nuk ka njeri që përjashtohet nga mundësia e goditjes nga plagështia. Nga se në momentin kur ne ndëgjojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke kërkuar mbrojtjen e Allahut, që Allahu ta ruaj nga kjo smundje, kush pas ti mund të jetë i kursyer? Kush pas ti mund të jetë i mbrojtur? Kush? Askush. Të gjithë ne jemi të rrezikuar nga kjo smundje. Andaj të gjithë ne duhet të jemi suqel. Dhe fakti që të gjithë mund të përfshihemi këtë smundje, të gjithë ne mund të prekemi nga ky virus, na bën që ta kuptojmë se sa është kjo rrezikshme. Na bën që ta kuptojmë se sa është e nevojshme dhe e rëndësishme që ne të mirëmi këtë çështje. Pavarësisht a jemi prekur apo rrezikohemi të prekemi. Rreziku ekziston. Padyshim, edhe pse ndoshta mund mendojmë që semi prek për momentin, nga sidomos pika e parë nisës kur nisë rrugën, më thonë nisë me shumë vullnet. Ama ne do të përgatitemi që mund na prekë kjo. Padyshim, ti me gjithmonë në gjendje gatishmëri. Se unë e përmend edhe në fillim sikur të kujtohet. Njeriu është qenie e tillë, do të thotë subhanallahu nganjëherë jo gjatë ditës, gjatë adhurimit mund të jesh i futur në adhurim me disponim të posaçëm. Për shembull duke fal namaz, në recitën e parë ndihesh shumë bukur, shumë mirë. Në recitën e dytë mund të prekësh nga një vezvese e caktuar, nga ndonjë
fluturim mendjesh dikon, ku e di çfarë. Dhe kur kthehesh, të kthehesh tërësisht me disponim tjetër, larg atij që ke filluar me të. Brenda një kohë shumë të shkurtër, brenda një adhurimi mund të ndryshon gjendja jote nga e mira në të keqen. Po them kështu kushtimisht. Në të keqen, nga se nuk është sikur që ke filluar. Andaj ne të gjithë jemi të rrezikuar nga plagështia. Dhe kur them të rrezikuar, nuk besoj se ka besimtar s'pakun kohën tonë i cili nuk preket nga kjo smundje, qoftë edhe pak, edhe pse mund të arrimer vetën e tij shpejt, të kujdeset, të ruan shëndetin e tij të besimit. Mirë po, është e pamundshme mos preket apo. Është e pamundshme mos të dobësohet në një aspekt. Edhe pse ky dobësim pastaj, nëse përdoret mirë, dhe nëse trajtohet si duhet, mund të jetë një brum i përshtatshëm për të rikthyer edhe më fuqishëm në maidanin e adhurimit. Sipas trajtimit të hadithit që normalisht. Nga se nganjëherë kjo plagështi që na vjen mund të jetë sprovë nga Allahu Azza wa Jall. Nuk e kemi provokuar në fare, por mund të jetë sprovë nga Allahu Xhallahu Ala. Për të sprovuar, sikurse thotë Ibn Qayyim rahimahullah një fjalë më të vërtetë të art, thotë nganjëherë besimtari duke ecur ka Allahu Azza wa Jall, si është më smire, i lumtur, i gëzuar, i kënaqur, në moment goditet me një lloj plagështie, me një lloj lodhje. Urësia e kësaj cila është që të shë Allahu Gjelle Gjelaluhu se sa po e lakman, sa po vuan për gjendin e parë. Në qoftë se vuan për gjendin e parë dhe i hudhet Allah në sejdë, duke kërkuar me latë, duke kërkuar me këmbgulje, duke kërkuar me insim që Allah ta kthen në gjendin e kënaqësisë, Allahu Ibn Qayyim rahimahullah e shuzon dy fish pastaj. Allahu Xhallahu Ala e shpërblen dhe ja kompenzon dy fish. Nga se e ka dëshmuar sinqerisht se po vuan për gjendin e parë. Por në qoftë se ai përshtatet me gjendjen e dytë, nuk e lakman më atë parën, apo shihet se s'ka qenë sinqertë, atë mbetet këtë dytën atë. Andaj nganjëherë plagështia mund të na vijë jo vetëm nga provokimi që ne kemi provokuar, por mund të vijë si provë Allahu ta zgjat. Dhe nëse thash e trajtojmë si duhet, mund të na ngrit më lart se ç'i kemi qenë më herët. Prandaj kemi kuptuar se të gjithë përfshin këtu, ose përfshin si pasojë se e kanë provokuar vetë këtë gjendje, ose si sprova Allahu Xhallahu Ala, po megjithatë, do thotë një prekje kësaj natyre mund të jetë shumë e shpesh në jetën e besimtarit. Mirë, po, kjo nuk duhet na bëjë që ne ta kuptojmë normal atë. Apo s'është që jo, mund të preket, ajo është normale në momentin kur prekësh. Mirë, po, pastaj reagimi përballë saj mund të jetë jo normal. Do të vim hoxhë inshallah ndoshta edhe ke sahabët si trajtonin dhe çfarë normaliteti quhen atë këtë lloj plagështin, thënë këtë lloj sëmundje, por në pjesën e dytë mbas një hapësire të shkurtër për të marrë opinionet. Me të nderuar miq, kthehemi mbasi të dëgjojmë opinionet e besimtarëve që kemi marrë në terren dhe për të vazhduar më pas me këtë temë plagështisë. Plagështia në Islam është diçka më thënë që përbën problem më thënë për besimtarin, për sa i përket më thënë çështjet e adhurimit. Ajo është një më thënë si më thënë një smundje, më thënë që mund ndjej më thënë besimtarin e turpin e tij për kryen e adhurimeve, më thënë që ka për të bërë, për faljen e namazit, agjerimin, ose ndihmësen e vllajt musliman në një hall që ka ai, e gjitha me radhë. Normalisht plagështia është problem më thënë si në Islam dhe jo në Islam më thënë. Ajo është diçka më thënë që dëmton trupin edhe nga ana fizike edhe nga ana shpirtërore. Dhe domosdoshmë më thënë duhet që besimtari më thënë të krijojë mundësi dhe gjejë hapësira që të largojë sa më shumë plagështi nga trupi i tij dhe nga shpirti i tij më thënë. Tjetër më thënë që mund na shqetësoj më thënë është se a ndikon kjo plagështi në besimin e besimtarit. Normalisht që ndikon, sepse duke qenë i plagësh në kryerjen e adhurimeve dhe veprave të mira, atëherë besimtari nuk mund të afrohet ke Zoti i tij dhe nuk ka se si më thënë të fitojë shpërblimet që Zoti ka dhënë për të. Gjithashtu ndikon edhe në marrëdhënien me vëllezërit e vet, sepse me shokët, më thënë, në momentin që ai ka plagështi nuk është i aftë të përgjigjet thirrjes ose ftesës të një shoku për ta ndihmuar, për ta çuar një punë përpara, për të bërë diçka për fenë e Zotit, edhe kështu me radhë. Kjo mendoj se, më thënë, është një, si më thënë, problem, më thënë, jo shumë
më thënë, jo shumë i rrallë, më thënë, ndeshjet, më thënë, ke shumë besimtar, por lutim Zotin që inshallah të kalojmë me sukses dhe më thënë, mos ta lejmë veten tonë të bimë në plagështi. Normalisht që është rrezik në Islam, sepse përderisa e ndalon besimtarin, më thënë, për të kryer, më thënë, ose si më thënë, jo se e ndalon, por ja bën çik si të vështirë, më thënë, për të kryer adhurimet, më thënë, dhe veprat me mira, më thënë, që Zoti ka urdhëruar, normalisht që është rrezik. Dhe nuk mund të themi që më thënë është një rrezik, më thënë, i vogël, normalisht duhet ta vlerësojmë, më thënë, të jemi realist, më thënë, që të marrim masat, më thënë, që njeriu mos të bie në plagështi, më thënë. Sepse normalisht duke qenë duke rënë në plagështi, avash mund të shkojë edhe deri në ekstremin, më thënë, që ky njeri dali nga feja, më thënë. Kështu që normalisht duhet një farë pune dhe një farë impenjimi nga vetë personi, më thënë, që të japi kurajo vetës dhe të japi sa më shumë, më thënë, iniciativë për që të ketë sa më shumë vullnet për të bërë vepra të mira dhe punë të mira. Të nderuar miq, jemi kthyer përsëri në studio mbasi ndoqëm opinionet e besimtarëve lidhur me temën tonë. Hoxha ishim duke folur për pjesën që ai kap apo si kap të gjithë kategorinë e njerëzve dhe e mbyllim duke thënë që ajo mund të vi edhe si provokim nga ana jon, por njëkohësisht mund të jetë një sprovë me Allah subhanahu wa taala që mund të jetë për një rikthim më të fuqishëm në adhurim. Vazhdojmë kur bëhet e rrezikshme, më thënë, më e madhe akoma. Gjitha këto që përmend më herët do të thash dëshmojnë për rëndësinë e madhe që e ka kjo temë në jetën e besimtarit, ta trajton. Andaj është me keqardhje për shembull kur një musliman nuk e konsideron plagështinë smundje të rrezikshme që duhet të ruhet prej saj. Absolutisht. Madje as nuk është në qoftë për shembull shkojmë në shtëpinë e çdo muslimani. Po çka, kështu shembull praktik dhe konkret. Po. Shkojmë në shtëpinë e çdo besimtari. Dhe thuj fal, a mund të më tregosh ku e ke raftin e medikamenteve dhe ilaçeve? Çdo kush për neve ka një raft caktuar, po i marr aty, qoftë për fëmijë, qoftë për veti, ka një hap për kokdhimbje, diçka, ka një vend. Po një vend caktuar. Kur e hap, atë ti sheh se ka ka ndoshta ilaç për smundje që nuk i ka të përditshme. Po aty ka që të gjindet atë. E ka këtë atë. Për shumë smundje. Mund të ketë ilaç. Të gatshëm për çdo situatë, i gatshëm. Vërtet, për shembull, sot kutia e shpejtë. Unë e kuptoj për shembull, më dhem koka sot dhe nga kokdhimbja e madhe shkoj edhe e marr një bari në banatore. Këtë e kuptoj. Po nuk e kuptoj për shembull që nuk dhem koka fare. Dhe ka ilaç në shtëpi. Pse? Po kur të më dhem, shiko, kur të më dhem të kam gatshëm. E po mirë. Mirë. Ti tash për shembull nuk e ke këtë smundje të zemrës. Nuk e ke këtë plagështi. Po nëse goditesh, kush bari? Ku është ilaçi? Nuk ka shtëpi të muslimanë, shikoj për shembull apo. Nëse shikojmë libarinë e tyre apo. Janë të zbeta. Të zbeta. Çfarë libra mona aty për shembull, nëse godet diçka që të shtohet me shpejtësi. Ose nëse shikojmë për shembull në kompjuterin e tij atje, për shembull, atë dosjen që e ka me audio ose video të ligjërata ose personale, dokumente personale. Personale është ai. E mund të thonë kur të kam hin internet. I themi për edhe kur të kam shkon banatore njëjtë, pse po urron afër veti. Prandaj duhet kemi një lloj banatore edhe për smundjet e shpirtit të zemrës, që timi afër ndikimit, të ndikojmë me shpejtësi të madhe. Prandaj çdo kush mund të goditet nga kjo. Askush sikur se për shembull, a ka kategori njerëzish në botë që nuk mund të goditen nga gripi? Nuk ka. Të gjithë kap në mas. Të gjithë kap në mas, ose kokdhimbje ose kështu me radhë. Prandaj, nëse dërguari sallallahu alaihi wasallam, ashabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë transmetuar lutje të shumta nga ata që kanë kërkuar mbrojtjen nga Allahu xhallahu ala, të ruan nga plagështia, nga dembelia kështu me radhë. Madje kanë konsideruar ditën që nuk kanë ecur përpara, humbje. Sikur sa Ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu, a ditë që nuk kam shtuar në dijen time, nuk kam ecë me ambicie, ose nuk kam shtuar në adhurimin tim, e kanë konsideruar humbje, a ditë se kam llogarit fare. Ditë humbur. Normalisht, e ditë ata sa e kanë konsideruar të rrezikshme ditën e humbur. Kur ato ditë adhurimit i kishin normal. Po, namazin vullnetar, po, ama
Ky ishte Kjo është plus. plus të shton një pritim. Dje e kam pritur namazin kështu të sot njëjtë, sot do të pak më mirë. Ata kanë kërkuar gjithmonë të jenë në avancim e sipër. Në momentin kur nuk kanë qenë në avancim, e kanë konsideruar se janë godit nga plagështia. Ku është për e konsideron mos avancimin në adhurim plagështi? E konsideron normale këtë çështje. Madje asku nuk është këndmendja të shikon se mund të jetë kjo smundje. Pse dje u fala më mirë, sot jam sikurse pardje, nuk jam sikurse duhet të jetë nesër. Askush këtë nuk ka smundje. Fatkeqësisht pak nga njerëzit. A duhet të them që ne me këto pika duhet të alarmohemi. Jo në kuptim të panikut, as në kuptim të shkaktojmë të trauma, ku e din, jo. Por ta normalizojmë ecën drejt Allahu xhallahu ala duke i pas parasysh rreziqet. Po. Për këtë arsye, nëse nuk e marrim këtë parasysh, kjo mund të eskalojë deri në devijim sikur të eceka. Nëse nuk japim rëndësi kutis normalisht të ndihmës shpejt, më thënë të barnave, atëra do të bëhesh edhe për shtirin në spital. E pastaj nëse atje nuk e merr trajtimin e dur, mund të vdesësh. Normalisht kjo çështje. dhe vdekja e shpirtit është. Normalisht. Vdekja e zemrës mund të vijë kështu. Ajo zemra fillimisht alarmon. Zemra fillimisht alarmon se është duke u lodh. Pse? Kush i jep disponim gjymtyrë për të adhuruar Allahun xhallahu ala? Zemra. Ka se gjymtyrët këto janë. Sikur se kanë qenë dje, sikur se janë sot, sikur se kanë qenë pardje, sikur se janë nesër, njëjtë atje, nuk lëviz ato. E pse sot disim malet jam namaz e dje. Po kjo zemër e gjallëru. Kjo zemër dërgon sinjal të gjallërisë, apo të plagështisë, apo të lodhjes. Dhe në momentin kur zemra dërgon sinjale të lodhjes, duhet më dhon barrën e posaçëm për ta kuruar, për ta aktivizuar normal. Edhe ajo që shenja. Dhe nuk ja vënë veshën këtë shenja. Sikurse po them, në jetën e përditshme, në aspektin shëndetësor, fizik. Nëse për shembull fillon më befas duke nejt, mirë, fillon më ngulfat. Frymore pa kazan. A merr këtë një normal? Ajt një herë, e dy herë. Një javë me radhë. Interron Allah, se zemra duke dërguar shenja se nuk ka diçka rregull. Nuk ka diçka rregull, dhe ti më një lajmërohesh dhe merr hapat e duhura. Andaj edhe këtu, kur na ka plagësia në adhurim, fillim të zbehemi. Për shembull, kemi lexuar kaq faqe Kur'an, tash kemi ra, ose kemi lexuar kaq faqe Kur'an, përsëri po lexojmë kaq, por nuk është përjetimi ai që ka qenë. Diçka kemi filluar me hum diçka. Diçka po na ngulfat këto adhurime, nuk po i lën lirshëm të kryen. Nëse nuk ndërmarrim masa, atëherë padyshim se do të eskalojë deri në më tepër. E pastaj nëse përsëri nuk marrim masa, jemi habit mes dunjas, jemi habit mes asaj, adhurimet kryen si në formë rutine, dal ngadal, fillon njëri edhe milion të gjithë, Allah na ruaj. Amin hoxha. Edhe me devijim deri në, po them kështu, fatalitet. Se fatalitet nëse është një të përditshme vdekja e dikujt, fatalitet për neve në Islam është vdekja e zemrës së dikujt. Allah na ruaj. Pastaj do thotë nuk i lëm përshtypje as Kur'ani, se vdekur. As gjunohi e bën gjunohi dhe thosë nuk po bën asgjë, madje e ndisi me bos sevap. Kësi prijetime të gjunohit nuk mund të ketë argument se ka zemër shëndosh. Aje e pëshajnë të qarta se ke zemër Allah nuk ka vdekë. Amin. Prandaj kjo bën këtë punë të rrezikshme. Shikon një smundje që mundet me të shkaktuar vdekje. A është rrezikshme? Është shumë rrezikshme dhe të kemë mosdhënie rëndësi, i mejdani shumë i rrezikshëm, që nga ky mejdan mund të kalojmë kujdanin e kufirit që është devijimi. Padyshim, mos të madhe. Porosia hynore për krijuesit ton, si është në lidhje me këtë fenomen, me këtë sëmundje të zemrës që rrezikon deri në devijim? Allah i mënduar për të na ruajtur nga kjo sëmundje, na ka porositur që gjithë mund të jemi në angazhim, në garim mes vete, në punë të mira. Ka se ky garim na garanton vazhdimsi, kontinuitet, na ruan nga zbedhja, dembelia dhe plagësia. Andaj sa vjen në Kur'an Allah xhallahu ala thotë: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Dhe shpejtoni, nxitoni, nuk ka Kur'an dikun ecni dal ngadal, pushoni nga pak, s'ka kështu kurkun. Nuk ka Kur'an ecni nga pak, pushoni dikun pastaj vazhdoni më tut dal ngadal, s'ka kështu. Wasari'u wasabiqu, apo ngutuni, nxitoni, garani, o fi dhalika fulet për xhenetin sunë mutafifin, do thotë o fi dhalika falyatanafasul mutanafisun. Ju garues, ku jeni ju? Në këtë e janë dhe garani. Shikon na sfidon, na provokon, na nxit që të gutemi.
që mos t'i lajmë hapësirë plagështisë na lodh, na zbraps, po gjithmonë t'jemi përpara. Madje edhe në momentin kur mund të prekim nga kjo zbehje, apo përzi të vazhdojmë. Ec, mos u dal. Ka si Ibn Qayyim rahimullah thot, ajo që e kuptojmë nga fjala Allah xhallahu ala është se besimtari nuk nje status quo, gjendje statike në udhëtimin drejt Allah xhallahu ala. Nuk ka gjendje statike. Do të thotë nuk ka pushim. E çka ka? Ibn Qayyim rahimullah thot, liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Allahu ka kush don nga ju të ecë përpara apo të shkojë mbrapa. Ose do të jesh në udhëtim drejt Allahu xhallahu ala. Qoftë të dal nga dal, po s'po ku je duke ecë, ose në momentin kur ta merr se je ndal, ndoshta pa vëdije tënde, pa ndier ti fare, por dije se duke shkuar mbrapa. Dhe kjo pastaj mund të rrshjas sikur se çakëm deri në fundrinat e devimit Allahu na ruaj. Prandaj Allahu na mëson kështu se rregull, ligj i ecjes drejt Allahu xhallahu ala është karimi. Andaj na nxit garani, nxitoni. Pse ne ka shpërës bukurit e xhenit? Për të na josh. Për të na josh, ecni. Në qoftë unë them ty për shembull, në qoftë se kryen këtë punë, e ke këtë pajisje. Ti nuk e ke ide, ty vetëm duket e bukur. Por nëse fillim me të zbërthej detalet, me këtë mund ta bësh këtë. Sa më tepër zbërthej, ti më tepër nxitësh bësh. Normalisht. Atë Allahu xhallahu ala është Allahu xhallahu ka pas mundësi më thonë kush e kryen këtë punë, kush beson, kush kryen punë mira, e ka xhenetin. Ne mjafton me kuptues se fjala xhenna është në gjëra bëj diçka e bukur, diçka, po nuk mos të dim çka është. Dhe këtë e mjaftueshëm për të nxit. Por megjithëse Allahu xhallahu ala ta ka thënë më tepër duke përmend detajet e detajeve në xhenet. Për çfarë është kjo? Nuk ka nevojë. E tëra kjo për të na josh, për të na nxit. Shikoj çfarë, shikoj çka ka, shikoj do sa herë ndoshta mundet që të prek plagështia, shikoj në ndonjë detaj të xhenetit atje. Ta e josh. Dikën e josh për shembull bukuria e lumenëve, dikën e josh bukuria e drunëve, dikën e josh bukuria e grave të xhenetit, dikën e josh kjo. Gjitha këto lloj ka përmend, apo nëse kjo stjosh për momentin, josh me kët. Po e rëndësishme është ec përpara, ec mos u dal. Mani dietori sa përpara kanë përmend se kur jam prek nga ndonjë lodhje, ngarkesë ose më radh, ju që ka shikuar librin Allah xhallahu, se kjo ka qenë domosdoshme. Por nganjëherë të ndendurit me njerëz ambicioz ka bërë që të nxisin për punë. Ta nxisin për punë. Sikur sa thotë shehu, sikur sa thotë Ibn Qayyim rahimullah, kur na kaplonte ndonjë sprov, lodheshim, mjaftoheshim me një ndaj pak qaste me Sheikh Hussein ibn Taymiyah rahimullah. Çfarë thoshte ai? As kishte ai nuk e shkop magjik për të ngjall. Por i këshillonte me fjalët e Allahu xhallahu ala. Dhe Allahu xhallahu ala porosit na nxit, vraponi, ngutuni, nxitoni, shikoj xhenetin, shikoj çka ju pret, shikoj kjo, shikon nëse zbrapse çka të pret, xhenemin detale, ka çdyri ka, ka zjarre ka, ka ushqim kanë, gjithë ky detajizim e ka një ursi, e ka një kuptim, apo që duhet ne ta zbulojmë dhe në hijen e tij të përfitojmë dhe të ecim me Allahu ta xhallahu. Kjo më kujton një shprehje të një dietarëve më thënë nga të mëdhenj që do të nxjerrim hoxh, kur ka thënë qetëso pak se i lodhur dhe thatë fjalën e tij të njohur që cimimin do të jetë ku vendos këmbën e parë në xhenet. Padyshim. Ka kuptuar garimin besoj hoxh. Po normal. Njëri për a ke pa ndonjëherë garust që janë garat e atletikës. Atë maratonet 40 kilometra për shembull. Ai nuk guzon, ai edhe ujin e pin duke vrapu. Po normal, sa e din se nëse ndalet veç pak sekonda, do ta kalojnë të tjerët. Dhe kjo për të nuk kupton se ai ka shku mbrapa. Nga veni i parë ka shku veni në 5 dhe 6. Dhe sa mund të rrezikohet edhe pjesëmarrja e gara tërësisht, që ndalet vazhdimisht. Prandaj më thon nuk ka kohë për mundal. Mund të ndalet sikur se thotë Ibn Qayyim rahimullah istirahat al-muqatil. Sikur se luftari që ndalet. Mi pa in këtë ndalje është në punë. Ai ndoshta trupi i tij është ndal, nuk lufton, mirë po e pastron armën, e përgatit armën, strategjinë, andaj ai është edhe besimtari mund të ndalet pak intensiteti i tij, por ky është për vazhdim fuqishëm vetëm. I duhet pak një dije, i duhet pak një muhasebe, sikur se kemi folur atje, një lloj llogaritje, i duhet pak diçka. Dhe ec. I po të ndalet të pushon tërësisht. Of, të bën besimtari. Nuk ka kështu.
Nga se pastaj ngritja e butonit për anë mund të jetë shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Allahu ne mund të thotë që mos jemi prej tyre dhe të punojmë të gërejmë. Allahumma amin. Trajta jona është masi trajtojmë konceptet hoç, flasim për shënjet, por kjo do të jetë në emisionin tjetër për të Inshallah. vazhduar me jetën stil dhe ritëm të emisioneve që kemi. Inshallah. Allah shpëleft hoç. Amin aty Allah. Të nderuar miq, ky është e fundi i emisionit, duke marrë si këshill të fundit fjalën e Allahut të Madh, "Wasariu fil khairat" dhe garoni në punë të mira, në vepra të mira, sepse kështu mund të shpëtojmë për plagështisë. Qofshin kujdesin e krijuesit deri në emisionin tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.